E para gjë që kam, lidhet me atë që është shqetësim i vazhdueshëm, unë besoj që e ka shqetësim edhe Ministria, edhe kur diskutuam projekt buxhetin e vitit 2026 këtu, të njëjtin shqetësim kemi paraqitur, po edhe kur ishte për të diskutuar akti normativ pararendës i këtij, patjetër që shqetësimi ka qenë i njëjtë, përdorimi i parasë publike. Dhe natyrisht ky është edhe shqetësimi juaj. Me thënë drejtën, ju jeni përgjegjës për pagesat dhe për ruajtjen e parametrave makroekonomik të buxhetit, po të tjerët janë përgjegjës për të shpenzuar paratë. E për fat keq ne po miratojmë një akt, ti quajmë si doni. Për juve janë kursime, po patjetër në atë koncept që ju e shtroni janë kursime. Për mua janë mos përdorimi i parasë publike. Qartë fare edhe hapur. E thoni dhe ju këtu, veçanërisht sa i takon shpenzimeve kapitale, ka pasur dy fenomene, vonesa procedurale dhe ritme të ulta të zbatimit. Të dyja pa mirë kuptuar. Fare. Unë për vete, ka plot që i mirë kuptojnë, unë nuk i mirë kuptoj. Fare. Për vete. Dhe besoj që edhe për ju si Ministër Financash, mirë kuptimi do jeti tepërt në raport me gjithë kolegët e tjerë ministra apo njësi zbatuese të buxhetit në këtë aspekt. Që t'jemi sot në nivelin e 16 miliard lekëve deficit, kur deficiti ditën e hënë duhet jetë 64 miliard lek, natyrisht që është shumë, është tepër. Dhe këta njerëz duhet mbajnë përgjegjësi. Po e përsëris, nuk është përgjegjësia juaj, as e ministrisë që ju drejtoni. Është përgjegjësi e çdo njësie zbatuese të buxhetit. Dhe ky është viti i disat që ndodh kjo gjë. Dhe edhe pse ndorohen ministra, edhe pse ndrohen drejtor, fokusi në shpenzimet publike nuk është. Dhe kjo tregon, numrat e tregojnë shumë qartë. Sot është data 21, është e mërkur, nesër është, se duken shumë ditë deri të hënën, po nesër është e njëjtë 22, pas nesër është e premte 23, 24, 25 është pushim dhe 26 ngelet. Për 3 ditë të paguash 30, 48, mos gaboj unë, 48 miliard lek janë shumë. Janë shumë. Fjale vërtet neta, duhet ta kishe thënë në relacion. Si relatore. Po ta plotësoj unë. Janë shumë para. Dhe këta njerëz duhet mbajnë përgjegjësi. E dyta gjë që kam, lidhet drejt për drejt me Ministrinë e Shëndetësisë. Tani, unë vazhdoj të mendoj atë që është shprehur gjërësisht nga gjithë kolegët e mi, edhe në këtë komision, po edhe në seancë plenare, që fondet për shëndetësinë janë rritur, madje janë rritur shumë në raport me vitet shkuara, por nuk mjaftojnë. E dim të gjithë këtë gjë. Secili nga ne merr shërbim në spital publik, edhe për prindrit, edhe për gjyshrit, edhe për veten e vet. Dhe e dim shumë mirë që ka ndodhur përmirësime të lavdërueshme, janë përmirësuar pagat e mjekëve edhe të infermierëve sikur ndonjëherë më përpara, por ama nevojat për shpenzime publike atje janë të mëdha, ende. Dhe në të tilla kushte, Ministria e Shëndetësisë mos përdori parat, jo me kujdesin për të kursyer para, po mos përdori, mos arrit të përdorë para, natyrisht është e tepërt. Me që hyra në detajim të kursimit. Është e tepërt. Qoftë si shpenzime operative, qoftë edhe si shpenzime në drejtime të tjera siç janë edhe vaksinat. Po ndodh një fenomen, duhet ju shqetësoj dhe juve, me patjetër, po unë besoj që duhet të shqetësoj çdo prind në këtë vend. Juve si Ministër Financash që ne po na shtohen kërkesat për shpenzime në spitalet publike për shkak të sëmundjeve që mbrohen me vaksinë, dhe atë si Ministër Shëndetësie dhe apo Ministri Shëndetësie si mjeke që është përballë një fenomeni të tmerrshëm, kriminal, që për shkak të teorive konspirative fëmijët po lihen pa vaksina. Jo se mungojnë parat që kanë këtu. Jo se mungojnë vaksinat, madje vaksina të gjeneratës fundit, dhe që i bëjnë mirë shëndetit pa me dëme kolaterale minimale, por sepse në trurin e prindërve po hyn teoria që mos bëj vaksina se
merr autizëm, mos i bëj vaksina se ndodh kjo tjetra. Ndërkohë që në spitale publike sot që flasim, keni fëmijë të infektuar me fruth, që mbrohet 100% me vaksinë. Rrezikojnë jetën ata fëmijë, ditë të tëra me temperatura 39-40 gradë për shkak të këtij procesi kriminal. Duke u rikthyer tek përdorimi i parave publike, po unë do doja që këto para të ngenin prap në Ministrinë e Shëndetësisë për hapur një fushat të plot informimi për prindrit që po ju bëjnë dëm fëmijëve të tyre nga teoritë idiote të përhapura nga media. Pra nuk shikoj arsye pse Ministria e Shëndetësisë të kursej para. Shikoj arsye që Ministria e Shëndetësisë po të kërkojë më shumë para, po të kursej para nuk gjej asnjë arsye. Dhe e dyta që kam po prap këtu është hera e parë në arkun e këtyre viteve që ne po paguajmë para shtesë për ilaçe. Është hera e parë. Dhe ta them ashtu siç është, me aq sa që kam dëgjuar unë, është borxh ky. I krijuar nga Ministria e Shëndetësisë për kundrejt operatorëve të furnizimit me barna. Është borxh. Mos ta fshej, ta themi siç është. Dhe atje në atë ministri, po brenda këtij viti thash, s'ka asnjë vit para rendës që të ketë pasur borxh. Ka pas nevoja për më shumë ilaçe dhe ka marrë ilaçe që janë nevojitur se kanë ndryshuar. Tani dy gjëra ka ministër, kur ndodh kjo gjë. O ke programuar keq? Dhe prapë është përgjegjësia atje në atë ministri, ose pastaj ke bërë devijime fondesh. Yes? Po, kursi i monedhës? Qa bën kursi i monedhës? E ka quar lart apo poshtë? E ka ulur poshtë? Aha. Atëre? Protokoll të ri, dhe do fusësh barna të reja në protokoll. Dhe mund të jetë kjo, po duhet ta sqarojmë që gjë, po të koekzistojnë të gjitha këto konceptet bashkë. Patjetër. Mund të jetë Po në protokolli qoftë se janë ri, barna të reja, të lutem. Në qoftë se janë barna, në qoftë se janë barna të futura rishtas, në bazë të protokolleve që ju thoni etj. Ok. Po në qoftë se janë barna për cilat janë paguar para edhe vitin që shkoi, edhe para 1 viti, edhe para 2 vjetësh, edhe para 3 vjetësh, jo, zonjë. Për të ardhur tek Ministria e Bujqësisë, po e nis nga fundi, ministër. Patjetër, ne problemi më të madh kemi që s'kemi pasur lek për bujqësinë. Kohë pas kohe. Po tani të lundrosh në para, i thon kësaj historie, 6.4 miliard lek. Dhe mos harish ti paguash të gjitha. Natyrisht unë dua t'ju besoj juve, sepse ju keni thesarin, natyrisht e dini, e ndiqni pagesën e këtyre fondeve dhe kështu me radhë, por dua t'ju besoj edhe këtyre njerëzve që më shkruajnë. Para 3 ditësh ka ndodhur një fenomen shumë interesant. Në mëngjes i ka lajmëruar banka që janë derdhur parat në llogarinë tuaj, në drek janë trequr parat, po prapë në llogaria. Jo nga thesari, nga banka. Tani, më vjen keq se këtu jeni ju, duhet ishte ministri i bujqësisë. Dakord? Që t'jemi të qartë. Tani, sa kohë që vjen këtu do mbash barë edhe për ata të tjerë. Nuk ke ç'a bën. Po tani ç'a të them unë tani? Atëherë mos më ndërhy. Në qoftë se s'do mbash barë për të tjerët, mos më ndërhy. Lutem, mos më ndërhy. Tani, për të disatën herë, po ju them që sini ju përgjegjësi. Tani, për të tjerët, mos mbani përgjegjësi ju. Tani, kjo është njëra gjë. Ashtu siç një pjesë e konsiderueshme nuk kanë marrë ende parat e naftës. Që t'jemi siç është gjëja. E para, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme. Shikoni, ka ndodhur 2 fatkeqësi të mëdha natyrore brenda një viti. Brenda një vit. Këto ditë e para të janarit i konsiderojmë brenda një viti. Zjarret në ver, edhe përmbytja tani. Dëmi që ka marrë bujqësia është kolosal. Dhe nuk zgjidhet me hajde ulemi në tavolinë. Jo, nuk zgjidhet kështu. Prodhimi bujqësor është i tillë, e zuri uji për më shumë se sa 2-3 ditë u kalb, iku. Dhe po ju them unë, ka djem edhe burra që merren me sera që kanë mësuar dëm 2 herë brenda 2 muajve. Ashtu siç ata të zjarreve atje më tan kanë humbur mbi 1200 krerë bakti.
Ne jemi deficitar në këtë element. Tani, kur ishte këtu, besoj të kam dëshmitare, zonjë, Ministri i Bujqësisë tha do i paguem me akt normativ dëmet e zjarreve të baktive dhe i kam bërë pyetjen, do ju jepni lek apo do blini bakti? Tha do blejmë bakti. Dhe i kam thënë shumë më mirë të blini bakti, se sa t'ju jepni lek, do i marrin ato lek dhe do igin, se nuk do jetojnë më ati lartë ata dhe paleçar do i bëjnë. Kështu që veçanërisht për Trevën e Elbasanit dhe veçanërisht për Gramshin e poshtë Delvinën, është një dëm kolosal ai që ka ndodhur në bakti, po edhe në frutikulturë. Delvina është rënuar sa i takon kulturës së ullirit dhe pemëve të tjera frutore, agrumet gjithashtu. Ka kaluar 6 muaj, ka kaluar 1 muaj e tha nga deklarimi i ministrit këtu dhe natyrisht ata njerëz meritojnë parat. Po sektori mbi të gjitha meriton parat. Kjo mbështetje buxhetore që ne kemi dhënë lidhet me masat mbështetëse që ne dham gjatë vitit. Po dëmi për ata që e kanë mbjellë 2 herë serën brenda 1 muaji dhe i është kalbur 2 herë sera brenda 1 muaji, duke filluar nga Dimali, thon ata, Urva Igurore, Drenovic Samatic, Kutalli, Goriçan e kështu me radhë, duke kaluar në krahun tjetër të Lushnjës e të Fierit, dëmi është kolosal. Dhe në qoftë se ne nuk i dëm shpërblim ata njerëz, kemi humbur 2 cikle prodhimi. Edhe të pranverës, po edhe të verës. Nuk do kemi eksporte në radhë parë dhe do kemi çmime më të larta brenda vendit. Prandaj ne duhet të paguajmë për këta. Dhe fundit gjë që kam, unë mendoj që ato para në ato 2 zëra, përjashtuar edhe zërin në kampionatit evropian, po shkojnë dëm. Qofte kuota, se këtu ka një problem shumë të madh, që kjo ishte 220 milion lek për kuota ndërkombëtare në kuadër të eventit. 220 milion lek për kuota janë shumë para. Unë mendoj që ka sporte të tjera Shqipëria ku mund të shkojnë e të adresohen parat publike. Futbolli po vdes. Merrni si doni, po vdes. Të mburret ai pas nesër atje ku do zgjidhet për herë të 10, 11, 12 ku di unë, e të bëj çfarë doj, po futbolli kombëtar po vdes. Jo kombëtarja, se kombëtarja luan jashtë Shqipërisë. Me lojtarë që luajnë jashtë Shqipërisë, po futbolli brenda vendit po vdes. Tani ne çojmë para ke pa deli nuk shkon. Për aktivitetin ndërkombëtar europian të U21. Për këtë i ka marrë. Po për këtë, jo për futbollin kombëtar. Jo për futbollin kombëtar që po vdes. Dhe ky vullneti i ministrave për sporte që ju pëlqejnë atyre nuk shkon. Ose më shqip, se kur e them në shumës, ndjeni dhe ju pastaj. Po them, i ministrit për sportet që i pëlqejnë atij është tjetër histori, po nuk mund të bëhet me para publike. S'mund bëhet me para publike. Dhe e dyta, po patjetër, ky projekti përmes të cilit po i çojmë para kokshit për të disatin vit radhazi për klasat sportive, tani duhet ketë produkt. Dhe produkti nuk është një mbledhje e gjithë fëmijëve në stadiumin që Malstafa atje për të duar trokitur. Jo, nuk është ky produkti. Duhet ketë produkt. Çfarë del nga klasat sportive? Duhet ketë një produkt. Se janë shumë para. Po çojmë gati 3 milion euro vit për vit te Kokship pikërisht për këtë gjë. Pra kjo më shqetëson. Këto shpenzime më duken si shpenzime parazitare dhe më shqetësojnë. Tani e fundit gjë që është, këtë po mund ta merrni personale. Kur diskutua buxheti kam bërë 2 amendime, kam paraqitur 2 amendime në këtë komision edhe në seancë plenare. Amendimi i parë, në rastin kur gjatë zbatimit të buxhetit ka diferencë në raport me nivelin e deficitit përcaktuar në këtë ligj, fondet e papërdorura shkojnë në llogari të fondit pensioneve. Të njëjtin gjë bën akti normativ sot. Tani si duhet votojmë, pro apo kundër? Sepse me vullnet të kryetarit të grupit parlamentar të majorancës, ky amendimi është votuar kundër. Zonja që është këtu, ishte prezent kur unë paraqita këtë amendim këtu. Dhe më hodhët në fyt zonja, janë shumë para. Si that, është gjë e madhe shumë. Si ta bëjmë ne këtë?
Kështu ishte? Po tani çfarë është gjë e madhe apo gjë e vogël? Është gjë e madhe apo gjë e vogël? Po pse që nga e madhe kur e propozoj unë dhe kur e bëni ju, është gjë e vogël? Dhe i njëjti propozim shkonte po prap. Transferimet nga buxheti i shtetit mbeten në nivelin e këtij viti edhe për 2 vite në vijim. Çdo ardhur shtesë për sigurimit detyrueshëm shoqëror përdor për politika të reja pensionesh. Për çfarë do përdoren 711 milion lek plus të ardhura shtesë nga sigurimet shoqërore? Për politika pensionesh. Po pra. Po pse votoni kundër? Pse votot kundër? Se nuk e kuptoj. Që dita unë vetë korrigjohem, jo për gjë. Okej. Faleminderit shumë. Ndërkohë që ajo që dua t'ju them edhe një herë tjetër, unë mendoj që këto para janë shumë të vlefshme pikërisht në këtë llogari. Sa kohë që nga skema e re e rritjes së të ardhurave pensionale për këtë vit e për vitet në vijim, kemi një kategori prej 70.000, 80.000 pensionistësh që nuk përfitojnë asnjë qindark. Tani, kur gjithë pjesa tjetër, 600 kusur mijë, përfitojnë nga skema që kemi aplikuar ne, 70-80.000 pensionistë të moshuar që nuk marrin asnjë qindark, kanë të drejtë në atë që po artikulojnë. Në atë që dhe nuk po flas për pensione mbi 40.000 lekë. Po flas për pensione në fashën nga 223.000 lekë e deri në 382.000 lekë, që nuk po përfitojnë asgjë. Dhe po verifikohet tani kur po paguhet shtesa e të ardhura që ne vendosëm për 630.000 a 640.000 pensionistë të tjerë. Tani këtu dhe ministër, tani këtu, ky ndryshimi u bë tani vjetor, normativ. Tani nëse kjo shikohet si arsye për ministrat që edhe po se i realizuan shpenzimet, s'ka problem se do i shkojnë atje. Ja, kjo po bën pishman që e kanë propozuar. Do vi tek ajo pjesë dhe do t'ju asiroj pse nuk mund të bëheshte me planifikimin e buxhetit për vitin 2026 dhe pse nuk mund të ndodhi kjo. Që janë fondet të pashpenzuara, ti trashëgojmë dhe ti kalojmë tek kjo llogaria. Sepse trashëgimia nga një vit në vitin tjetër, pra të trashëgosh fonde nga një vit në vitin tjetër, është trashëgim të drejtash, që do të thotë këtyre të drejtave në një moment të caktuar do duhet ju përgjigjesh me likuiditet. Gjë që mundet në një moment të caktuar, për shkak edhe të mos realizimit të ardhurave, mos ti përgjigjesh dot këtij angazhimi që ti merr. Pra nëse ne do të transferonim të drejtë. Si Ministri Financash duhet të marrim parasysh të gjitha problematikat. Dhe prandaj në fund të që keni bërë. Të realizimit të të ardhurave dhe të tejkalimit të ardhurave vit për vit në 4-5 vitet e fundit. Pse? Nuk merret me një nuk merret pozitiv. Nuk merret e fundit do të shohësh. Në 10 vjeçarin e fundit. Po, 10 vjeçarin e fundit. Merre shifin. Kshu i ke të ardhurat, ardhurat i ke, po shif deficitin në fund. Po mirë, tani kur ke të ardhurat nuk ke likuiditet, këtë po ja shpjegoj pra. Pra mund të ndodhi që në një vit të caktuar, duke transferuar angazhime nga një vit në vitin tjetër, mundet që angazhimet jenë më të mëdha se sa likuiditeti që ti do të realizosh një vit specifik. Dhe po patjetër që qëndron ndodhur se i gjithë buxheti ka reflektuar kujdes në marrjen e angazhimeve. Po pa diskutim, sepse ndryshe po ja të bie, po të bie ky. Jo pa ky argumenti të bie. Sa ky argumenti? Ju sollët për vitin 2026 një projekt buxhet me rezerva shumë të mëdha. E thatë këtu, duhet të tregojmë të kujdesshëm. Dhe kemi planifikuar këto të ardhura sepse duhet të tregojmë të kujdesshëm. Pra, argumenti që mund të tejkalojnë angazhimet nuk ndodh vetëm në rast fakti, po plasi luftë, po. Po jo, nuk janë angazhime. Nëse jemi afër luftës, po. Nuk janë vetëm angazhime që ti merr gjatë vitit me buxhetin, por nëse ti do transferosh angazhime të vitit 2025 në vitin 2026, ndërkohë që për vitin 2026 ke angazhime të tjera të planifikuara. Si të planifikuara? Kjo që kemi marrë ne, shiko, ne kemi paraqitur një skem për rritjen e të ardhurave pensionale deri për vitin 2029. Po këto janë angazhime. Po janë të arsyetuara. Po pa diskutim. Po tani nëse një ministër është mendur dhe ju sjell ju fatura për angazhime që si mendon fare,
Tani kjo është përgjegjësia e dy ministrave? Flasim për skemë pensioneve, pra angazhimi apo flasim për fondin që do të kalojë? Skema e pensioneve është bërë e qartë. Është bërë e qartë. 3 elementë kemi thënë. Indeksim, rritjen e të ardhurave pensionale sipas skemës që keni miratuar dhe bonusen nëse ekonomia e të mbar. Dakor? Këto 3 gjëra. Çfarë angazhim ti mund dalë rreth? Këto s'ka pozoni që këto shpenzimet që ne nuk i kryejmë gjatë këtij viti, ti transferojmë si po e bën pra, po e bën vit për vit, apo e bën vit për vit të gjë. Po e bën. Ky është viti i parë dhe vlera që ne planifikojmë, unë e thash edhe në fjalën time, është minimalisht 150 milion euro, mund të shkojë maksimalisht 200 milion euro. Por këto unë e planifikoj, sepse e di që kjo do të shpërndahet deri në vitin 2030 dhe jam në gjendje që të realizojmë mjaftueshëm të ardhura që të përgjigjem angazhimin që unë e transferoj. S'është logjik pra. Nuk është logjik. Edhe s'është jashtë kujdesit, është brenda kujdesit që ke planifikuar. Kur bëm diskutimet në buxhet. Edhe kur bëm diskutimet në buxhet, ky propozimi juaj ju. Ky është rasti, pse nuk mundoj planifikimin me buxhetin e vitit 2026-2028, që çfarë Pak që ta vë detyrim. Jo. Ka qenë për vitin 2026, 2028 është për të ardhurat shtesë, nga sigurimet shoqërore, që argëtojnë gjatë vitit. Për ato po, 711 milion lekë, që ju thatë që kemi mbledhur më shumë, se sa një vit më parë. Dhe bravo ju shoh. Hajde për 2026, nëse do rrim tek 2026, nëse mos realizimi të supozojmë do ishin mes kufiçit, do të transferohemi po themi 400 milion apo 500 milion euro nga 2025 në 2026, që këtë pjesë plus angazhimeve që ne kemi marrë për 2026 duhet të përgjigjemi me likuiditet, se ky është problemi, domethënë ne transferojmë të drejta ose angazhime nga një vit në vitin tjetër, nëse marrim të angazhime të këto. Ky është e pamundur që Ministria e Financave pastaj të shtojë, si thuaç, planifikimin të ardhurave dhe angazhimet që merr. Nuk e realizojmë dot. Dhe nuk mund bësh transferim angazhimesh nga një vit në vitin tjetër, se humb edhe koncepti i buxhetit. Buxheti fillon me datën 1, mbyllet me datën 31. Eksakt kështu mendoj unë. Që fillon me datën 1 dhe mbyllet me datën 31. Jo me datën 28 shkurt. S'ka datë 28 shkurt. Mirë, dakor. 26 janar është data që E lëm këtë se s'biem dakord, nuk biem dakord me ty. Tani ty çoj ke viti që shkoj. Ty çoj ke viti që shkoj. Kur u mbyll? Pagesa, po buxheti u mbyll. Me datën 26 është dia, me datën 26 janar mbyllen pagesat. Pagesat e vitit 2024, mbyllen me datën 26 janar. Po besoj që po në atë datë. E mirë, dakord, e lëm kështu.